Faleminderit. Bravo, telefoni. Edhe pak. Okej? Edhe pak tuta se ndër gjithë dora jote. Tuta. Shumë faleminderit për suportin tuaj edhe për këtë ditë shënuar. Është një ditë e shënuar jo vetëm për mua personalisht që kandidoj si e para grua në siglën e një parti socialiste, një grua që e ndjek ritmin e qytetit, energjinë e tij, njeh njerëzit e qytetit edhe ka përkushtimin ndaj njerëzve, por më e rëndësishme se mua, kjo ditë është për qytetin, për qytetarët e Vlorës që kanë treguar gjithmonë kulturë demokratike, përgjegjësi qytetare ditën e zgjedhjeve. Uroj që ata sot votojnë me zemër, me mendje dhe me përgjegjësi qytetare, për më të mirën e Vlorës. Duke se ka një pjesëmarrje të ulët në këto momente, mendon se do të ndikojnë procesin zgjedhor dhe ajo kënaqje fitore me këtë pjesëmarrje? Mendoj që pjesëmarrja është shumë e mirë, sepse ne ndjekim ritmin e pjesëmarrjes nëpërmjet interpretimit të KQZ-s edhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Zëra Mersini, çfarë simbolike ka shiu në Vlorë? Gjithmonë varësi, kudo, jo vetëm në Vlorë. Faleminderit. Faleminderit juve. Përshëndetje, puna bash. Faleminderit. Përshëndetje juve. Që pak më dejnë mëngjes të dalë